Kimia zakonisht përdor formën standarde për të shprehur numrat shumë të vegjël dhe shumë të mëdhenj. Duke përdorur këtë formë, çdo numër merr formën e numrit të shprehur në mes 1 dhe 10, të shumëzuar me 10 në fuqi. Supozojmë se ne dëshirojmë të shprehim numrin 2.740.000 në formë standarde. Si mund ta bëjmë këtë? Së pari shikojmë pikën decimale dhe e zhvendosim atë nga ana e majt deri te numri që ndodhet mes numrave 1 dhe 10. Pastaj, numërojmë numrat deri tek pika decimale ose presja dhjetore dhe e zaventësojmë me 10 në fuqinë e atij numri, që në këtë rast kemi 2.74 herë 10 në fuqinë 6. Të njëjtën formë mund ta zbatojmë edhe te numrat e vegjël, për shembull tek numri 0.0000734. Zhvendosim pikën dhjetore nga ana e djathtë deri te numri në mes numrave 1 dhe 10. Pastaj numërojmë numrat deri te pika decimale dhe këto numra i shprehim me 10 në fuqinë e atij numri, vetëm se me shenja negative. Pra në këtë rast kemi 7.34 herë 10 në fuqinë -5.